Përshëndetje, mirë se erdhe në rilindje.net. Për ne është shumë e rëndësishme që edhe ti të jesh i përfshirë në këtë fushatë. Prandaj, kemi krijuar rilindje.net si një portal i të gjithë fushatës online për rilindjen e Shqipërisë. Pas regjistrimit tënd, të lutem sigurohu që kontrollon seksionin e pikëve. Për ne është shumë e rëndësishme të individuojmë ata vullnetarë që punojnë më mirë dhe më shumë për PS-n. Prandaj, është e rëndësishme që ti të dish se si funksionon sistemi i pikëve. Ky është seksioni për të rejat. Aty mund të gjesh të gjitha artikujt dhe lajmet kryesore të ditës. Komentimi në çdo artikull vlen me 2 pikë. Prandaj sigurohu që komenti yt është miratuar dhe pastaj kopjoje të gjithin tek rilindje.net. Pikët tuaja do të shtohen automatikisht. Një hap tjetër i domosdoshëm për të bërë pjesë plotë e rilindje.net është edhe të plotësosh dhe të lejosh aplikacionin për Facebook. Kjo do t'ju mundsoj miqve të tu që t'i shikojnë gjitha postimet e tua në Facebook dhe gjithashtu do t'ju ndihmojë që t'i mblidhni pikët në mënyrë më të thjeshtë dhe më të lehtë mundshme. Ju mund t'i ftoni miq drejt nga Facebooku ose edhe nëpërmjet emailit. Fushata për rilindje dëshiron që të tërheqë të gjithë shqiptarët të cilët duan ndryshimin në këtë vend. Në këtë seksion ju mund të regjistroni votuesit e sigurt. Kjo është mënyra në të cilët ftesat dërgohen dhe pikët ju i merrni automatikisht pas konfirmimit nga secili votues. Gjithashtu, pjesë e kësaj faqeje është edhe forumi ku mund të diskutoni për çështje të ndryshme, kartolinat e fushatës të cilat mund t'i ndani me miqtë tuaj në Facebook apo edhe me miqtë tuaj nëpërmjet emailit, si edhe aktivitetet për të cilat ju do të jeni të parët që do të njoftoheni. Faleminderit për durimin tënd që ndoqe këtë tutorial dhe për të gjitha informacionet e mëtejshme ti mund të kontaktosh me njërin prej administratorëve të faqes. Mos harroni, rilindja fillon nga ty.